Në Dibër sot vazhdon me punë aktiviteti i ambasadës së parë për fëmijë me 6 i kushtuar të drejtave të fëmijëve. Në këtë aktivitet morën pjesë kuadri arsimor nga shkollat fillore dhe të mesme si dhe administrata e komunës së Dibrës. Fjalë përshëndetëse tje kishte edhe kryetari i Dibrës Sekuran Duka e më pas edhe njeriu i parë i ambasadës së fëmijëve me 6 Dragis Mianas. Në debat një vëmendje të veçantë ju kushtua konventës të fëmijëve më pas të drejtave të fëmijëve, por edhe problemet në përgjithësi që paraqiten kur janë në pyetje fëmijët. Në ditën e parë kishte diskutim të begatë, po ashtu ishte edhe në ditën e dytë. Sot një vëmendje të veçantë i kushtohet edhe pjesëmarrjes së fëmijëve dhe konceptit të tij në procesin edukativ, roli i institucioneve arsimore, shfrytëzimin e kualiteteve dhe evaluacionit. Rreth këtij aktiviteti për televizionin 3 deklarata dhanë kryetari i Dibrës Sekuran Duka, njeriu i pari me 6 Dragis Mianas, Blerta Ahmeti, docent në Universitetin të Europës Juglindore dhe Arta Mero, profesoresh në Universitetin e Europës Juglindore. Kjo aktivitet ne si komunë e konsiderojmë shumë të rëndësishëm, për atë arsye se bëhet fjalë për një kategori shumë e ndjeshme të shoqërisë, ata janë fëmijët. Kur flasim për fëmijët, sigurisht që edhe ata kanë të drejtat e veta, të drejtat për mbrojtje shëndetësore, për të drejtat për edukim, për mbrojtje sociale, për arsimim edhe shumë segmente të tjera. Përshëndesim këtë projekt të ambasadës së parë të fëmijëve, organizatës me 6 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe ne jemi kyç në këtë aktivitet si komunë që ti përforcojmë kapacitetet tona në bazë të kompetencave ne që kemi si komunë, do me thënë si bashkive qeverisë lokale. Përsa i përket ne si komunë, ne menaxhojmë si që dini shkollat, institucionet parashkollore, edhe ne ati kemi ndërmarrë shumë aktivitete të cilët shkojnë në drejtimin e formimit të kushteve sa më të mira që fëmijët të rriten në një ambient normal, psiqik, po edhe fizik. Kështu që ne, për shembull në institucionin parashkollor, jemi bashkangjitur një programi në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mbrojtjes Sociale për angazhimin e Romëve, do me thanë kemi formuar një paralele të Romëve në kuadrë të këtij, ku ne si komunë jemi participient i shpenzimeve, do me thanë mbulesës financiare të asaj kategorie. Gjithashtu, neve si komunë në muajin shkurt parashikojmë një program të mbrojtjes sociale edhe të asistencës, do me thanë, edhe në mënyrë materiale të disa kategorive të fëmijëve, të cilët janë raste sociale, të fëmijëve të cilët janë të shkëlqyeshëm, kështu që do të asistojmë me, si me thanë, me një shumë, të themi, simbolike që atyre të ndihmohet që të kenë një ambient normal për zhvillim dhe rritje të tyre. Gjithashtu, komuna Dibër kujdeset edhe në aspektin e mbështetjes të shoqatave, klubeve sportive, të cilët angazhojnë fëmijë në aktivitetet e tyre. Për shembull, si që në klubi i karates, klubi i futbollit Korabi, ku aty kemi shkollën e futbollit, ku janë të angazhuar fëmijët, edhe ne si komunë këta i mbështesim financiarisht në bazë të programeve të cilat ata i birë në komunën tonë dhe u japin mbështetje edhe financiare. Gjithashtu ne kemi një kënd lorash për fëmijë i cili është ndërtuar në qytetin e Dibër nga buxheti i komunës, i cili kënd lojra për fëmijë është një ndër më modernit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ne bashkëpunojmë edhe me institucione të tjera, sidomos do të jemi pak më aktiv në këshillin e preventiv, i cili do të është formuar në nivel të komunës, që të kenë kujdes pak, do me thënë, për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Kjo është ajo komuna çka ka bërë gjithashtu edhe kushtet në përshkolla me projekte të ndryshme. Ne kemi mundësuar efikasitetin energjetik, rikonstruimin e ambienteve të shkollës, kujdesemi gjithashtu edhe për nxemjen, për ngrohjen e shkolla, për mjetet, do me thënë, didaktike të cilët ne me modernizimin e laboratoreve, kabineteve të ndryshme. Kështu që mendoj se nuk është kjo e gjithë çka ne bëjmë për fëmijë, ne duhet të bëjmë edhe më shumë. Prandaj janë të mirëseardhur këto organizata të cilët direkt janë
të kiqur në këto aktivitete për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, si ne që të rrisim një gjeneratë, një ardhmëri sa më të shëndosh edhe sa më efikase që të jenë në gjendje të marrin përgjegjësitë e kësaj shoqërie. Dragis Mianas nga Megjashi potencoi se aktiviteti në fjalë që realizohet në Dibër ka për qëllim që në procesin edukativ arsimor të ketë një vlerësim më të madh në përputhje me konventën kombëtare dhe ligjet në vend për të drejtat e fëmijëve. Ai tha se bashkëpunimi me komunën Dibër gjithmonë ka qenë në nivel, ashtu është edhe kësaj here. Më lejoni të falenderoj komunën e Dibrës dhe kryetarin për këtë mikpritje dhe këtë atmosferë që ka kriju të vim këtu në mënyrë profesionale, të bisedojmë, të bashkëbisedojmë dhe të marrim përvoja të mira që institucionet arsimore punojnë me fëmijët. Unë jam angazhuar në pjesën e trajnimit me përfaqësues të shkollave fillore të mesme dhe përfaqësues të qerdheve, ku shoh një nivel shumë të mirë të respektimit drejtave të fëmijëve nga këto institucione, por jo vetëm, ne këtu do me thani diskutojmë dhe në një farë mënyre ndihmojmë në ngritjen e vetdijes për t'i pa disa të drejtat të cilat i kanë të garantuara fëmijët me konventa ndërkombëtare dhe ato janë të harmonizuara me legjislacionin pozitiv, veçanërisht një qasje shumë serioze i japim pjesëmarrjes të fëmijëve përmes, do me thënë, përmes prindërve të tyre, përmes institucioneve dhe përmes arsimtarve deri te niveli lokal, përfshirjen e fëmijëve në përpilimin e strategjive aksionale të komunave, përfshirjen e fëmijëve, do me thënë, përmes përfaqësuesve të parlamenteve të tyre të fëmijëve, gjithashtu një temë të konsiderueshme dhe një hapësirë shumë të madhe i japim edhe problemit që kemi me dhunën midis moshatarëve dhe dhunën dhe shqetësimet kibernetike të cilat janë shumë prezente në mesin e institucioneve tona, do me thënë dhe të fëmijëve, dhe në një farë mënyre shohim përvojat e mira të cilat i ndërmarrin këto arsimtarë, për shkak se janë në qasje të vazhdueshme me fëmijët dhe në çfarë mënyre, cilat mekanizma i propozojmë ne nga përvojat e marra nga shkolla tjera, por edhe në aspektin komparativ për ta përmirësuar gjendjen eventuale dhe problemet me të cilat hasemi në vazhdim. Ky aktivitet është në kuadër të projektit i cili është tani më i organizuar nga organizata Megjashi, pra ambasada e parë për fëmijët. Dhe këtu në komunën e Dibrës kemi një projekt dyditor i cili është i organizuar me përfaqësues të komunës dhe gjithashtu edhe me përfaqësues të institucioneve edukativo-arsimore. Do të zhvillohen dhe do të debatohen tema të ndryshme lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe me mekanizmat për përmirësimin dhe zhvillimin e gjendjes lidhur me të drejtat e fëmijëve. Konkretisht në grupin e përfaqësuesve të komunës do të trajtojmë disa tema që paraqesin në fakt edhe detyrime ligjore për komunat, lidhur me formimin e disa trupave të veçantë të cilët parashihen si obligim ligjor për komunat e vendit, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, siç është formimi i disa këshillave, veçanërisht këshilli rinor komunal, por edhe këshilli për parandalimin e delinkuencës së fëmijëve. Duke marrë parasysh se kjo tani më shumë vite me radh është obligim ligjor, në praktik shihet se shumica e komunave të vendit ton nuk e kanë respektuar këtë detyrim, prandaj shpresojmë që si rezultati i këtij trajnimi, krahas temave të tjera që do të proklamojnë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe interesin më të mirë të tyre, të nxisim dhe të motivojmë komunën e Dibrës që në të ardhmen sa më të afërt të formojë këshill të tillë.